Gjermania një kohë ka qenë simpatizante dhe mbështetëse e vendit tonë, ndërsa tani nga problemet e shumta që ka, politike, ekonomike etj. Nuk është në gjendje të bëjë një aleancë serioze me neve. Dhe për problemet e veta, ajo tani bashkëpunon më tepër me Anglinë. Sepse politika evropiane po fryhet gjithnjë që ekziston një rrezik rus. Kjo politikë nuk ka qenë sot se është e vjetër e vazhdueshme, herë ngrihet, herë pije, por kjo është ideja e tyre. Ekziston një rrezik rus dhe ky rrezik mund mos jetë real fare, sepse Rusia është atje në punën e vet. Dhe nuk ka planet vetë pushtoj Franca. Është e qartë. Kur ishte Trakati i Varshavës ishte tjetër punë, se në një luftë ndërmjet dy organizatave të mëdha ushtarake, parashikohesh që ushtrit e Trakatit të Varshavës të dilin deri në Pirenej, bile deri në Gibraltar, ishte strategjia e tyre, ndërsa këto të NATO-s duan të dilin në Ural. Dhe po sot nuk të paktën Rusia nuk ka këto ide. Ajo lufton për të tjera gjëra dhe sot Rusia është shteti më i fuqishëm në Evropë, për mos të në botë nga ana ushtarake. Lere problemin ekonomik, që ka problemet e veta, por si fuqi ushtarake është më e fuqishme. Dhe duke e fryrë këtë rrezik të madh rus, Evropa shpiku luftën në Ukrainë para 3 vjetësh. 3 vjet e pak që filloi lufta. Dhe Ukraina u ndodh në një situatë të tillë, njëherë që nuk ishte asnjë infrastrukturë mbrojtëse, se dhe ajo ndoqi të njëjtin politikë siç ndoqim neve. Ukraina në 1990-ën ishte republika më e fuqishme në ish Bashkimin Sovjetik. Ajo si ushtri ishte 700.000 trupa, ishte rreth 300-400.000 oficerë të përgatitur dhe nga 1 milion rezervistë. Kishte rreth 500 uzina e kompani që prodhonin armatim me teknikë të ndryshme. Prodhonte gjithë llojet e aeroplanëve, armët bërthamore, kishte 4200 mbushje bërthamore, nga të cilat 1200 ishin mbushje strategjike. 3000 ishin armë taktike bërthamore. Të gjitha këto ajo i dorëzoi në Rusi. Po që shumicën e aviacionit, sot, domethënë kur filloi konflikti kishte një 200 avion, nga disa qindra që ka patur. Plus armatime të tjera dhe kur filloi konflikti, unë e parë, u gjetë e parë motosur dhe filloi të lypte lart e poshtë, të kërkonte ndihmë, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake. Dhe shoqëria Evropa që gjeti një treg dhe armatimet të rinin stoqe në depot e Evropës shkuan në Ukrainë. Me një kosto marrëmendse sepse askush nuk i fal këto. Ato jepen gjoja si ndihma në momentin e parë, pastaj fatura vjen mbrapa dhe nëse nuk ke mundësi t'i paguash, do t'i paguash me kamat, siç po i paguan. Edhe do t'i paguaj 1 për 1. Siç po ndodh tani me Trumpin që po kërkon çdo qindar. Ai është në rregull. Është në rregull sepse kishte një administrat paraardhëse, e cila hodhi një sasi të madhe parash, është e justifikuar, është e pa justifikuar, është tjetër problem ai, ku shumica e tyre parave janë vjedhur. Sot. Domethënë shumica e tyre. Zoja Bila, ju shikoni këtë mbylljen e këtij konflikti në Ukrainë. Edhe rolin e SBA-s, por edhe këtë misinë e re tani me Rusinë.